Jeni mësuar me një model biznesmeni që krijon me 10.000 vende pune dhe ka sjell 100 miliona euro në ekonomi shqiptare. Ju jeni mësuar me modele çantash, siç doli ai përgjimi i famshëm. Jam taulanti, dua 100.000 euro. Dhe ja çoi çantën biznesmeni duke menduar se ishte taulant balla. Dhe në fakt, vesi vazhdoni me bixhos në mes të Evropës dhe në fakt nuk do bëni më bixhos. Sekonda, po thoja këtë, vazhdo me bixhozin në mes të Evropës dhe shqiptarët kanë dalë në shesh taulant, nuk do të lejojnë më të bësh bixhos ti, gjithë maxhoranca dhe Edi Rama me jetën e shqiptarëve. Të fala Gones. O Gone, i vetmi deputet që ka ardhur me asistent me vete pako kur është zgjedhur, me qenë se hapo çik ti fotograf, se du ta shoh çik të. Me qenë se tani jemi ball për ball. Edhe për replik 2 minuta me qenë përmendi emrin kryetar para se të kaloj ke fjala. Ta shpjegoj unë gjithë. Se ka të arrestuar për atë çështje dhe shko t'i pyesësh. Numëronin votat e diasporës, ky më fuste miq mua që t'i kërkoja numëruesve tan. I kam mesazhet këtu, në? I kam mesazhet këtu. Këtu. Hajde du të lexojnë të gjitha mesazhet tani. Më fusi e miq që t'i thoja numëruesve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po t'i vidhte PD-ja. Është kështu apo jo? Betohu këtu. Betohu thash. Betohu. Turp kesh. Vetëm burr s'mund të bëhesh ti. Ti kaq vetëm. Dhe ky është dallimi më i madh, meqense se po flasim për KQZ-n, mes numëruesve që vendos Partia Socialiste dhe atyre që vendos partia jote, se nga Partia Demokratike vjen ti. Ti dhe këta miqtë e tu nuk ishit besim tek numëruesit e Partisë Demokratike dhe erdhe kërkove tek unë me mesazh, të lutem më mbro votat se numëruesit e Partisë Demokratike po më vjedhin votat. Mos qesh, s'është e vërtet. Dëgjoj, ta kisha thënë kisha 1 vit, ta kisha thënë mos u kruaj me mua. Të lutem shumë, mos ash. Dhe votat ti mbrojtën numëruesit e Partisë Socialiste, nuk ti vodhën numëruesit e Partisë Demokratike. Edhe ti erdhe deputet në këtë sallë. Fal numëruesve të Partisë Socialiste, edhe pse unë bëj pjesë në ata që mendoj që koha kur partit numërojnë votat ka përfunduar një herë për gjithmonë. E besoj këtu të paktën në këtë jam në të njëjtën valë me protestues të vërtet që kërkuan erdhën me propozime edhe për ndryshime në kodin zgjedhor, sepse është staliniste që pas 36 vitesh demokraci, partit vazhdojnë numërojnë ende votat. Partit administrojnë procesin zgjedhor. Po tisha prej teje, kisha 2 pare mend në kokë, kur mora fjalën, do flisja për këtë, jo të mbroja kryetarin e partisë, i cili ka gjithë mundësinë të mbrohet vetë. Unë thash, më bën shumë përshtypje që një shtëpi 151 metra katror shitet për 15 milion euro. Edhe shtëpia e Madonës, jo e Gones, po e Madonës, 151 metra nuk do bënte 15 milion euro, pavarësisht famës së madhe që ka marrë Gonja, dhe dilte dhe atje mertat dhe i thoshte Kanye Westit, dëgjoj dhe unë jam lideri i një partije, po turpske, po thoj mërgone se len namt.